Kur përballemi me dilema të ndryshme, kur kemi pyetje për të cilat nuk mund të gjejmë përgjigje, kur ndiejmë nevojë për të dëgjuar një analizë të ngjarjeve larg gjallëzive e mashtrimeve, mua atëherë paraqitet nevoja për të takuar me zërin e arsyes. Jeta, feja, besimi, shkenca, sfidat dhe problemet sociale e ekonomike, shqetësimet shpirtërore e psiqike janë disa nga temat e cilat me shumë kujdes në kuadër të këtij emisioni trajtohen nga njerëz të thirrur, ekspert e dietar. Problemet tona janë të njëjta, brenga të përbashkëta, ndërsa shqetësimet të ngjashme. Mu për këtë, edhe porta ku duhet të trokasim për të gjetur atë që na duhet, është një e vetme. Sa po të hapet ajo port, dëgjojmë tinguj të pranueshëm, të afërt e të ngrohtë. Dëgjojmë zëra që për neve ofrojnë zgjidhje, nga se ata janë tinguj të formuar nga brumi i së vërtetës, të ujitur me nektarin e arsyes, aty dhe në atë moment. Edhe ne fillojmë ta ndiejmë veten rehat, nga se aty është zëri i arsyes. Na ndiqni çdo të premte.